Çmimin për të peshkuar e konsideron astronomik. Kjo nga se sipas peshkatorit Qazim Krasniqi nga Prishtina, me rregulloren e re të miratuar nga Federata Peshkatorëve Sportiv dhe Rekreativ më 25 janar të këtij viti, për të peshkuar në Kosovë është më shtrenjtë se sa kudo në rajon e më larg. Vendimi i FPSK-s për rritjen e çmimit të lejes së peshkimit nga 30 sa ishte deri më tani në 50 euro, po kundërshtohet nga peshkatorët. Krahas çmimit të lartë, peshkatorët po vënë në pikpyetje edhe ligjshmërinë e këtij vendimi, si dhe drejtësinë në lirimin nga pagesa të disa kategorive të caktuara. Krasniqi thotë se pakënaqësitë nuk janë individuale, por të përhapura te shumica peshkatorëve. Pakënaqësitë janë sigurisht evidente, jo vetëm te unë si peshkatar sportiv që dal për rekreacion, s'pakun është edhe më të herë gjatë vitit, po të gjithë peshkatarët, për shkak që këto çmime janë jashtëzakonisht të larta, duke krahasu ndoshta edhe rezervuarin e peshkimit ose ujërat që kemi në Kosovë, që janë shumë të mangëta me rezervat peshkimit. Çmimi i lejes vjetore të peshkimit është rreth 60 euro në Serbi, rreth 20 euro në Maltezi. Në Shqipëri për peshkim amator zakonisht nuk kërkohet leje vjetore, ndërsa në Maqedoninë e Veriut kushton rreth 20 euro. I analizova disa çmimore të Federatave të Peshkimit në regjion, po edhe ma gjatë, edhe poshtë që përveç Kosovës, këto çmime nuk i ka as në Amerikë nuk ekzistojnë. Sipas Krasniqit, Ministria e Bujqësisë duhet të përfshihet në këtë proces për ta rishikuar vendimin në përputhje me gjendjen ekonomike dhe realitetin rajonal. Mendoj që Ministria e Bujqësisë është dashur të merret pak në këtë çështje, të merret thonat e përgjithshme edhe ekonomike, po edhe çmimore në regjion që janë, dhe të përcaktohen për çmimet që janë të arsyeshme. Peshkatari kritikon ndarjen e kategorive dhe tarifat për to, duke i cilësuar të padrejta. Ai veçon lirimin e femrave nga pagesa, duke thënë se barazia duhet të reflektohet edhe në tarifa. Po ashtu, ai vën në pikpyetje edhe lirimin e policisë nga pagesa. Sipas tij, vendimi duhet urgjentisht të rishikohet dhe të jetë gjithëpërfshirës. Po ai nuk e di arsyeën, po nëse femrat janë pjesë e barabartë të shoqënisë, është njërë barabartë të trajtohen më për çmimore. Hadë një preferencë më vogël, nëse për moshkull i lojnë 50 euro leja, ty në 40, po jo të lirohen tërësisht. Peshkatori paralajmëron se kjo situatë mund të shkaktojë edhe konflikte në terren, nga se do të ketë persona të cilët do refuzojnë të paguajnë këtë çmim. Këtë rast është e dyshim që shumë edhe ikin, kanë me pas është ta konflikte në terren. Ka pas konflikte, sepse unë personalisht me këtë çmim nuk muj me realizu, sepse dal 10 herë brenda vitit. Por diçka e tepërt. Një tjetër shqetësim serioz sipas tij është mungesa e transparencës financiare. Peshkatari kritikon edhe çështjen e udhëheqjes së federatës ndaj kritikave. Mënyra komunikimit kryesisë, aty në përfaqësuesve të federatës me antarësi nuk është shumë e lavdueshme. Për shembull, një komunikim aty që pat njëri që u shpreh edhe ai, ndoshta jo në rregull që tha që kjo është hajni e pastër, ai kthehet thotë ti len sa që mund gjallë s'ki me marrë, është një diçka që s'mundet s'është pronë e tina. Krasniqi kërkon që vendimi të rishërtohet, të sigurohet ligjshmëri, transparencë financiare dhe trajtim të barabartë për të gjithë, në mënyrë që peshkimi sportiv në Kosovë të mos dëmtohet më tej. Në pyetje të dërguara drejt Ministrisë së Bujqësisë, theksojnë se caktimi i çmimeve është kompetencë e federatës, bazuar në ligjin për peshkatari dhe akuakulturë. Në këtë ligj, më saktësisht në nenin 23.23.5, thuhet se shfrytëzuesi të drejtës së peshkimit, në këtë rast federata, përcakton çmimin e lejes për peshkim.